Madhrues të basketbollit në platformën tua dhe tonë Art Motion, kthehemi përsëri në pjesën e dytë të çerek finales së dytë, Go Plus PA Bashkimi pas pjesës së parë 39-42, një ndeshje ngushtë, një ndeshje fantastike në pjesën e parë, ku patëm 11 ndryshime të epërsisë nga një anë në anën tjetër. Maksimumi i avantazhit të Bashkimit ishte 5+, ndërsa Go Plus PA 4+, sa i përket lojtarëve më efikas pas pjesës së parë, pra te skuadra Mysafire, e cila ka realizuar 42 pikë me 9 të shënuara. Lejson Zeqiri më i miri, Shannon Shorter i ka 8 pikë dhe me 5 Isaiah Cousins. Pa tjetër duhet lavdruar edhe Dequan Lakun, i cili ka 4 pikë e 5 kërcime. Në anën tjetër, lojtari më efikas është Caesar Edwards te Go Plus PA, në përgjithësi më i miri në parket tek të dyja skuadrat sa i përket indeksit. 9 pikë dhe 9 kërcime i ka Caesar Edwards, pra po luan aktualisht me 2 nëntëshe. 9 pikë i ka realizuar sonte edhe Shëndrit Lapi, i cili shëndriti në pjesën e parë. 9 pikë e 2 kërcime, pra i ka shëndriti. Skylar Flayton i ka 7 pikë, ndërsa ai të cilin me të vërtet duhet lavdruar për lojën e tij të shkëlqyeshme është edhe Musab Mala me 8 pikë të realizuara, prej tyre 2 treshe, e Fatlin Shoshaj, i cili luajti 9 minuta e 56 sekonda në rikthimin e tij tek PA, po tregon përsëri një formë të mirë, shumë të mirë madje. Në pjesën e parë ishte efikas 100%, 2 pikë i ka realizu në atë depërtimin e tij të vetëm, mirë po, 4 kërcime, 3 asistime dhe një top të vjedhur i ka Fatlindi, i cili me hyrjen e tij në lojë po e forcon mbrojtjen, mirë po, edhe po jep ritëm sulmit, e sidomos i bukur ishte ai asistimi të cilin Fatlin Shosha e bëri parës për Caesar Edwardsin. E ja, pra Lejson Zeqiri me 9 pikë dhe ana tjetër Lapi dhe Edwards po ashtu me nga 9 pikë, janë lojtarët më efikas. Pjesa e dytë 39-42 plus 3 e përsi për Bashkimin, edhe ato 6 nga ndeshja e parë, një e përsi prej 9 pikëve, ndërsa kanë mbetur edhe 20 minuta lojë deri në fund të kësaj serie çerek finale. Mbrëm pra Trepça e mposhti Golden Eagle Yllin dhe Bora e mposhti Arahovecin për të kualifikuar në gjysmë finale, pra çifti i parë gjysmë final është Trepça Bora, ndërsa sonte pra përveç kësaj ndeshje po zhvillohet edhe dueli tjetër në Prishtinë midis Sigal Prishtinës dhe Vllaznemit. Aktualisht pra edhe atje rezultati është i ngushtë, 38-36. Ndeshja e parë e zhvilluar në Gjakov përfundoi me rezultat 82-68. Pra një ndeshje e ngushtë edhe në Prishtinë, e cila po kalon një krizë të madhe. E sonte pra fituesit e këtyre 2 çerek finaleve do të takohen mes veti, tentimi Williamsit, luftojnë atje Edwards dhe Armstedi. Nuk reagojnë atje nga banka e Bashkimit, sepse ishte Armsted ai i cili luajti i fundit me top. Sulmiri për Go Plus PA. Williams, Edwards, Lapi, Flayton dhe Mala, pasja startuese me cilën edhe filloi Milačići lojën, fall i Lejson Zeqirit. Duhet të ketë kujdes Lejsoni, është kjo personalja e tretë e tij, i thot trajnerit Jović, në rregull është, pa gajle, do të kem kujdes, i thot mos më ndrë, mos më zavenco.
Williams dhe Edwards. S'kishte kushta rivaj topin, atëherë shkun edhe Malja dhe Williamsi, e pak i habitën. Malja me tentim për 3 pikë sa e radhe nuk realizon, si kurse më heret kur bombardoj, si kurse thash nga bjeshtin Emona. 39-42. Të dyja skuadrat tentuan nga njëherë dhe nuk realizuan. Shorter mbetet i shkurtër kësaj radhe. Williams me njëherë pranë tij është Armstedi. Tentimi Flaytonit edhe ai e huqi si kurse dhe Malja. Shohun Williams erdhi te Go Plus Peja për të plotësuar largimin e Armstedit, i cili e plotësoi largimin e Jan Palokaj te Bashkimi. Me vërtet largimi i Janit ka ndikuar keq te Bashkimi. Tentim për 3 pikë nuk realizon. Williams e kthen te Musabi. Edwards pick and roll atje. Kemi një mismatch. Musab Malja edhe Matej për Edwardsin. Me kthim prapa Gjuan nuk realizon. Lapi ankot atje në faulin Armstedit. I vetmuar atje Shorter nuk e ngrit Cousins kokën, nuk e sheh Shorterin. Lejsoni për Armstedin. Shpejt lëviz topi. Cousins tani mbetet i vetmuar. Tenton, nuk realizon. Shorter më i larti në kërcim. Jo si i thot mbi emni. Tenton, nuk realizon. Bickerstaff me edhe një kërcim në sulm. Është ky kërcimi i tretë në këtë çerek në sulm. 8 kërcime në sulm deri tash. Bickerstaff për Shorterin. Tenton, edhe ai huq. Edhe një kërcim në sulm. 4 kërcime në sulm të Bashkimit, i cili po dominon. Bickerstaff tenton, nuk realizon dhe më në fund Edwards arrin që ta kap topin. Dominim i Bashkimit në kërcime në sulm në këto 2 minutat e 45 sekundat e para të çerekut të tretë. Williams e kthen topin jashtë. Malja e ka për ballë Armstedi, njihen mirë nga vjeshta. Edwards deporton. Kërkojnë atje faul nga Bickerstaffi. Mirë po, i rrshqiti topi Edwardsit. Mbrojtje e mirë e Skylar Flaytonit, i cili u mundua të përmirëson gabimin e Edwardsit. E largon Milačići Cesar Edwardsin. Përshëndetën atje, i thot pusho pak, je dekoncentru. Netin pak Tash Greeni, i cili në ndeshjen e parë për kup në Prizren pa të realizu double-double, 10 pike, 12 kërcime. Kërkon nga Musab Malja, e bën blokun. Williams me tabela atje, lufton Tash Green me Bickerstaffin, i cili dominon. Me të vërtet Bashkimi po dominon në fillim të çerekut të tretë në kërcime. 6 kërcime të Bashkimit, prej tyre 4 në sulm dhe 2 në mbrojtje. Lejson Zeqirin në brendi, për mrekulli realizon Bickerstaffi dhe ndaç besoni, ndaç jo. Është ky shënimi i pari cilës do skuadër pas plot 3 minuta e 45 sekundave loj. Se cila skuadër pra huqi Peja 5 herë nga loja, dhe Bashkimi 4, apo jo, dhe Bashkimi 6 herë para se të realizonte në tentimin e 7. Iken Wamu inkuadrohet në lojnë vend të Shannon Shorterit. 39 me 44. Pike përsi, përsëri është e përsia më e lartë e Bashkimit deri tash. Lejson Zeqiri tenton për 3 pikë, nuk realizon. Williams më i larti në kërcim. Luan me këmbë atje Malcolm Armstead. E përcjell në hap atje O'Shawn Williamson, i cili po luan me një mesatare prej 7 pikëve e 4 presje 5 asistimeve. E po sonte i heshtur, vetëm 2 pikë e 2 asistime deri tash. Tentim për 2 pikë. Lapi e do bon deri te Tash Greeni.
Sulmiri, Malja, për balla ka Iken Wamun, depërton deri në fund për Tash Greenin. Lejson Zeqiri ankohet, se nuk i ka prekur dhe kërkon sfidën. Do të rishikohet ky rast. Adhurues të basketbollit, pra sfida ishte e suksesshme. Nuk ishte Lejsoni ai i cili ka luajtur i fundit me top. Armstead për mrekulli atje, depërton deri në fund, të gjithë i kalon dhe e përsin më të lartë sonte e realizon ish pejani Malcolm Armstead, 39 me 46, plus 7 pikë është e përsia më e lartë deri tash. Pra kemi tani një dominim të bashkimit, duke i falenderuar këtyre 4 pikëve nga Malcolm Armsteadi dhe TJ Bickerstaff në asistim të Lejson Zeqirit. Ka pas me vërtet në fillim për plot 3 minuta e 45 sekonda të dyja skuadrat huqën të gjitha tentimet e tyre nga loja. Go plus Peja i pati 5 huqe, dërsa bashkimi 6 në tentimin e 7 realizoi TJ Bickerstaffi për 39 me 44 e më pas edhe Armsteadi për mrekulli depërtoi me këtë 2 hapsh, realizoi përsin më të lartë sonte për bashkimin, 39 me 46. 7 pikë të Armsteadit, i cili ka dhe 3 asistime. Malja tenton me treshe dhe e afron rezultatin në 42 me 46 pas plot 5 minuta e 40 sekondave loj. Pikët e para të Go plus 5 në qerekun e tret me treshen e Musabit. Lejsoni tenton të përgjigjet, nuk e bën këte me treshe. Musabi në anën tjetër kërkon hapsin për 3 pikë. Williams, pranti është në Wamu, kërkon atje blokun nga Shëndrit Lapi. Williams depërton deri në fund dhe realizon pranë Wamut, i cili e ndon në mënyrë të paljejuar, duke afruar rezultatin në 44 me 46. Një mini seri e shpejt. Sa shpejt reagoi skuadra e Go plus 5 për 37 sekonda, 5 pikë. Treshja e Musab Maljës e më pas edhe O'Shawn Williams me loj për 3 pikë. Koshe foul, afron rezultatin në vetëm 1. Shumë pak pikë adhurues të basketbollit, mbrojtje të forta të dyja skuadrave. Tenton atje Malcolm Armstead, i cili zakonisht e bën këtë shumë e papërshtatshëm prej këtyre pozitave. Përgjigjet në treshen e Musabit me treshen mbi pikërisht Musabin. Armstead, Williams edhe një herë depërton për mrekulli, mirë po nuk realizon betët i shkurtër. Cousins
Dalet në mënyrë të palejuar nga Skylar Flayton. Jason Zeshiri ullet për të pushuar në loj. Rikthehet Muhamed Ali Janjeva. Musab Mala 11 pik, Caesar Edwards 9 pike, 12 kërcime. I mungon vetëm edhe 1 pik për double-double, por momentalisht po pushon. Sa bukur atje Cousins. Luan 1-1, i hatashëm është Cousins, por shkoj lartë, nuk realizoj. 45 me 49 Tash Green, edhe ajo është i heshtur. Janjeva dhe Greeni. Ja jep topin dhe përgjithësin për të organizu Williamsit. Nuk e bën mirë blokun herën e parë Green. Tani po, shkon depërton dhe ja vjedh topin si me magnet prej durve Dequan Lake. U befasua Green se çka ndodhi me topi mbeti në duart të Lakeut. E tani Lake depërton, dalet në mënyrë të palejuar nga pikërisht Tash Greeni. Apo jo, më falni, qenë ka shëndrit lapi. Green largohet nga loja, rikthehet Caesar Edwards. E ullë Milačići. Vetëm për shkurt dëshiron që Tash Green të koncentrohet si duhet. Si Magillen është duke i spjeguar Tash Greeni se çka duhet të bëjë. Në anën tjetër realizon për 45 me 51 të dy gjuajtjet e lira Dequan Lakeu. 6 pikë të tij, ka dhe 5 kërcime. Edwards për Fatlind Shoshajn, i cili hyri në mend të malës. Shëndrit lapi për Caesar Edwardsin, edhe një top i vjedhur. Kësaj radhe Nwamu e vjedh topin në brendi, është atje Dequan Lake, ndalet në mënyrë të palejuar nga Shëndriti, për cilin është kjo personalja e tretë, 2 personale ekspresi nga lapi. 45 me 51. Mala do të rikthehet në loj. Shëndriti ullet dhe tani Damir Milačići dëshiron që të shpejton në ritmin e lojës, edhe po luan me 3 lojtar të shkurt, Williamsin, Shoshajn dhe Malën. Flayton dhe Edwards në anën tjetër, pra Nwamu, Shorter, Armstead, Lake dhe Janjeva. Lufton Janjeva dhe Armstead është më i vëmendshmi për vidhet, si zakonisht atje Armsteadi. E kthen te Shannon Shorter nga një pozitë e vështirë atje. Më i larti Edwards, Shoshaj për Musab Malën, i cili depërton dhe ndalet në mënyrë të palijuar nga Janjeva. 7 pike përsi përsëri, e përsia për herë të dytë më e lartë e bashkimit prej +7. Nëse jashtojmë edhe ato 6 pik nga ndeshja e parë, ka 13 pik e përsi për të kualifikuar në gjysmë finale. Kësaj radhe nuk realizon Musabi. Armstead e pret atje blokun nga Lake, edhe herën e dytë nga një pozitë e vështirë tenton, dhe Lake edhe bon topin jashtë, po e shofim Mala dhe Armstead. Pikët e tyre 11 me 10, 11 Mala, 10 Armsteadi. Musabi me Williamsin, tani e përcel atje Lake Edwardsin. Williams tenton për 3 pik, nuk realizon. Shannon Shorter edhe një kërcim i tij. Është ky kërcimi i tretë i Shorterit. Armstead është lojtari i parë me pikë dyshifrore. Sa bukur atje, tepërton deri në fund.
Dhe edhe Shorter tani ka 10 pik, Shorter dhe Armstead të dytë me nga 10 pik. Dy lojtarët e vetëm të Bashkimit me pik 2 shifrore i kanë shpërndar pikët lojtarët e Bashkimit. Edhe njëherë është kjo e treshja pak më herët e Musabit. Mirë po, në anën tjetër jashtëzakonisht jo efikas në tentimet e tyre për 2 pik adhurues të basketbollit, 26-8 në tentime për 2 pik, vetëm 30% e efikasitetit. Kjo është katastrofale për Go Plus Bayern. E në anën tjetër 14 piksha nga 34 tentime, 41% nga Bashkimi. Nga 10 pik i kanë Armstead dhe Shorter. 45 me 54 është kjo e përsia më e lartë tani prej 9 pikve, dërsa kam betur edhe 53 sekonda loj, më saktësisht 52 presje 8 sekonda. E rikëthen në loj punjakun treneri Jovovic. Në ekranet e juaja Dequan Lake, 7 pike 5 kërcime. Shifra të këthyra mrapsht, 4-5-5-4, 9 pike përsi për mysafirët. Edhe ato 6 nga loja par plus 15, mirë po, tani plus 12 për Bashkimin, sepse Shoshaj vjen me treshën e ti për 48 me 54. Është kjo treshja e pare Fatlindit. Herën e parë kishte uq në pjesën e parë, tani realizoi Lake atje me Shoshajn. Gabim në hapa, mbrojtje e mire Fatlindit, i cili i bëri presion atje Dequan Lakeut, po ankohet Lake, ka pasur këtu kontakt. Ka pasur këtu kontakt, ka të drejt atje që po ankohet Dequan Lake. I bëri presion në Fatlindi dhe Lake bëri shkaktoj gabim në hapa, mirë po aty ekzistoi edhe kontakti. 48 me 54, 6 pik plus për Bashkimin. Williams për Musabin, i vetmuar në brendi atje, mbetët Cesar Edwardsi dhe Iken Wamu, nevri koset. Për sëri një mini seri eksprese me 3 dhe 2 piksh dhe afrohet rezultati në 4 pik. Hera par ishte parës 39 me 46 kur ishte rezultati, madje atëher u afroa rezultati në vetëm një, pasi pas treshës realizuan edhe 2 gjuajtje të lira, kësaj radhe nga 9 me treshën e Fatlindit dhe këte asistim për Edwardsin. Detyrohet trajneri Igor Jovovic të kërkon time-out. Si vjetë adhurues të basketbollit, të dyja këto skuadra kanë pasur një start fenomenal, ishin bashku udhëhecët të Pro Credit Superligës pas një humbje me nga 5 fitore se cila deri në takimin e parë. Nëse zaisuroj ku triumfoi Bashkimi 83-79 dhe mbeti lideri pa mposhtur pas ciklit parë vjeshtor me 7 fitore pa humbje, me një performancë fenomenale në gara ndërkombëtare të FIBA Euro Cup. 4 fitore ndaj skuadrave të fuqishme Anvillit në kualifikime. Anvilli polak e dini kampioni FIBA Euro Cup 2023, pastaj e shkelit Cibona në Prizren. E mposhti edhe njërën nga top skuadrat e Serie A italiane Reggianën, kurse triumfon edhe në udhtim ndaj Dijonit, duke u bërë senzacion evropian, por në fund edhe pse në grup gjitha skuadrat kishin nga 3 fitore e 3 humbje, për shkak të koshaverazhit Bashkimi nuk u kualifiku në rrethin e dytë të garave të FIBA Europe Cup. Mirë po pas pushimit të para kualifikimeve, pati në një rënje të madhe. Vetëm 2 fitore dhe 5 humbje, sikurse edhe Go Plus Pea, e cila në ciklin e parë pati 6 fitore e vetëm një humbje. Dequan Lake për mrekulli atje në thellësi realizon për 50 me 56. E Qereku i 4 vendimtar.
Shoshaj përballë ka Bunjakun. Shëndrit Lapi tenton për 3 pikë, kësaj radhe nuk realizon. Edwards, topi përfundon në duar të Shorterit. Luan me këmbë atje Ikenwamu. Pressing I Oshoan Williamsit, duelin e 2 tetësheve. E fiton Williams e detyron Ikenwamun që të humbë top. Është ky vetëm topi I 6 I humbur I bashkimit sonte. Në anën tjetër 12 topa të humbur, 2 fish më tepër ka kohë plus peja. Touch Green për Shoshan I cili depërton, ja kthen Greenit I cili nuk realizon treshe, ja qon huq këtë depërtim dhe kthim të topit prapa Fatlindit. Bunjaku për mrekulli deri në fund, por nuk realizon as Valoni. Williams, fauli Janjevës. Tentim për 3 pikë I Oshoan Williamsit. Ashtu tregon referi Haxhani. Ndërsa referi Igor Jovovic proteston me këtë rast, ankohet për këtë vendim. Tentimin e parë huq Oshoan Williams, të dytin e realizon për 51-56. Edhe herën e dytë realizon për 52-56 e afron rezultatin në 4 pikë. Shorter, pick and roll atje me Dequan Lake-un, me vërtet sonte Lake ka punu për mrekulli. Luft atje e Shoshajt me Cousinsin, I cili nga një pozitë e vështirë me rolling me kthim, sikur se në pjesën e parë realizon atje nga një situatë shumë e vështirë, nga 0 shkollë, si themi në basketbol, nga vija fundore, nga një pozitë shumë e vështirë realizon për të rikthy plus 6-in. Tentimi Skyler Flayton I cili bombardon dhe treshën e tij të tretë sonte e realizon për të afru në 3 pikë rezultatin. 55-58. Dequan Lake dalet në mënyrë të palejuar dhe shënimi pranohet, shënimi pranohet. Ishte në deportim Dequan Lake, Shorter me edhe një asistim fantastik. Dequan Lake realizon, dalet në mënyrë të palejuar, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Është kjo pika 11 e Lakeut dhe asistimi I dytë I Shannon Shorterit. Nga vija gjuajtjeve të lira, Lake sonte 6-5, 83% efikas, dhe e vazhdon efikasitetin e tij për 61 me 55. Edhe 7 minuta 20 sekonda loj në këtë seri qerek finale. Shoshaj depërton deri në fund. Tenton, nuk realizon, nuk ja deshti, topi hyrje doli dhe Dequan Lake ishte përsëri ai I cili ishte afër për të kërcyer Cousins dhe Williams. Lake me blokun e tij me vërtet shumë ka punu sonte qendra Dequan Lake. Ja përsëri krijon hapësin. Ka luajtur I fundit Dequan Lake, edhe pse u pa atje se e shtyri pak Fatlindin. Dhe këte nuk e pa në referët, si do qoftë, largohet Fatlindi, kthehet Musabi. Green kërkon nga Williamsi, që ta merr topin, Musab Mala depërton, çfarë blokada atje nga, a ishte Lejsoni, a Lejku nuk e pasht, ishte shpejt, Lejsoni e pret Shorterin për të organizu sulmin, vendoset atje
do të luajnë Green dhe Lejsoni 1-1 me hap prapa karakteristike Lejsonit. Mirë po Lake edhe një herë dominon, me të vërtet sonte ka qenë fenomenal. Dequan Lake është vendimtar, ka dominu në trapez. Lejsoni pas ka qenë ai i cili e ka bloku, e në anën tjetër edhe një herë kosh faul për 63-55 nëse realizon edhe këtë gjuajtje të lirë. Eri kthene përsin prej 9 pikve dhe më meritori për këte është qendra Dequan Lake. 55-64 edhe 6 minuta 6 sekonda loj. Gabim në hapa shkakton Shëndrit Lapi. Timeout ka kërkuar trajneri Damir Milačići, kroati, i cili nuk po mundet me gjetë ritmin për lojtarët e tij. Sonte po vrehet qartë mungesa e Dardan Berishës, Jordan Johnsonit dhe Arti Hajdarit, pa dyshim sepse ajo treshe në ndeshjen e parë, pra ka realizuar Dardani 20 pik, Arti Hajdari 11 dhe Jordan Johnsoni 14 pike, 5 asistime, pra 45 pik nga këta tre lojtarë të cilët po mungojnë sonte. Dardani 20, Johnsoni 14 dhe Arti Hajdari 11, nuk janë pak. Plus edhe përvoja e Dardanit. Kjo e bon të vetën, mirë po në anën tjetër, me të vërtet ka dominu për mrekulli Dequan Lake. 15 pik të Dequan Lake-ut, i cili ka dhe 8 kërcime, e në pjesën e parë, pa dyshim, pra dominues në trapez ka qenë TJ Bickerstaff, i cili po ka të lashe pak me lëndim. 11 kërcime të Bickerstaffit, i cili ka dhe 8 pik, ndërsa tandemi Armstead dhe Shorter kanë kontribuar me nga 10 pik se cili. Armsteadi shpejt për Shorterin, i cili e nxerr topin jashtë, po shkojnë tani me sulme të gjata. Shorter për Cousins tenton, nuk realizon. Lake edhe një herë për Armsteadin, i cili e shpëton topin. Musab Mala me Armstead. Sa bukur! Po, e ka prekur atje. Edhe kjo është e përsia më e lartë pas këtyve pikve të Armsteadit. 12 pik Armsteadi për 11 pik e përsi. 55-66 është kjo e përsia më e lartë deri tash e bashkimit, i cili ka bërë një hap të madh përpara drejt kualifikimit në gjysmë finale. Mala për Edwardsin, asiston Edwards, e afron rezultatin në 9. Kanë betur më pak se 5 minuta loj. 57-66. Shorter depërton, nuk realizon. Shoshaj për Musabin. Ka luajtur Lejsoni, i cili e pranon atje, me të vërtet është ferë dhe korekt. E ngrit dorën Lejsoni dhe thot po unë e preka, për të shmangur reagimet. Timeout kësaj radhe ka kërkuar trajneri Jovovic. 57-66, ndërsa Qereku i 4 është duke u zhvilluar edhe në Prishtinë, ku vllazënimi është duke fituar, është duke udhëhequr, pra me 1 pikë përsi. 55-54, 9-0. Adhurues të basketbollit për vllaznimin në 3 minutat e para të Qerekut të 4 dhe vendimtar në Prishtinë, edhe pse në duelin e parë e kanë fituar Prishtinasit me 12 pikë. Mirë po vllaznimi dihet se me të vërtet ka aftësi që të kthehet, sidomos ndaj skuadrave të mëdha. Ju kujtohet edhe ajo loja me Trepçën në Gjakov, kur 4 minuta para se të përfundonte ndeshja anuluan minusin prej 15 pikëve me treshet e Markisit.
Edhe atë 2 hapshin e Jericho Helemsit. 54 me 56 është në Prishtinë. Të shofim se ç'a do të ndodh atje. Pra fituesit e këtyre 2 dueleve sonte, këtu Go Plus PA dhe Bashkimi, dhe tandemit dhe çiftit Prishtina Vllaznimi do të ndeshen në gjysmëfinale. Pra ishte në pyetje koha, 4:45 duhet të jetë në semafor dhe 18 sekonda për sulmin e PS, kthehen 4 sekonda për shkak të resetimit të sulmit dhe faul i kujt. Lojtarit me numër 11 është ky Isaiah Cousins, i cili ka shkaktuar faul. Rezultati 57 me 62. Atje Fatin Shosha ja spjegon Jovicit se çka ndodhi. Flayton, ufa, airballi i Flaytonit. Fatin Shosha i bën pressing atje Armsteadit. Shorter dhe Shosha njëri për ball tjetrit. Për Lejsonin i bën blok Armsteadit. Për Lejkun në brendi atje ja kthen Lejsoni Lejkut për mrekulli, po funksionon ky tandem 57 me 68. Dekuan Lejk i jashtëzakonshëm, 17 pikë e 8 kërcimet e Lejkut sonte. Touch green për Shoshajn. Musabi tenton me 3 pikë dhe nga këndi realizon treshën e tij të 4 sonte. 2 pikë që kanë të Musabit. Na bëjmë dije prej tavolinës zyrtare, i falenderojmë për këtë asistencë. E ka shkelur vin 59 me 68. Pra megjithatë është 2 pikë i Musabit. 13 pikë të tij, 59 me 68. Edhe 3 minuta e 35 sekonda. Pra referët e rishikuan edhe një herë atë tentimin e Musabit, nëse ishte 3 apo 2, e vërtetuan se kishte shkelur vin Musab Mala. Është 2 pikë, 59 me 68. E vjedh topin Lejk, por i kthehet Flaytonit, por mrekulli depërton dhe rezultati në 61 me 68 e afron Flayton. Edhe 3 minuta e 15 deri në fund. Armstead për ball e ka Shoshajn, Cousins. Armsteadi po shkon me sulm të gjatë, Lake me blok. Lejsoni përsëri, mirë, po kësaj radhe e përcjell mbrojtje mirë e Musabit për touch greenin.
luan me shpin atje Tash Green, mbrojtje e mire Lejsonit, fantastik, ja vjedh topin Tash Greenit, e ka mbyll mirë sonte, mbrojtje e mire Lejsonit ndaj Greenit. 2:35 deri në fund, Cousins, Green atje, Cousins deporton me rolling për herë të tretë sonte për 61-70, edhe koha për Pejen është duke skaduar, Flayton atje me treshe për sëri afro në 6, po mundohën mala dhe Flayton me treshe, është kjo treshja e 4 të Skylerit, 15 pikë të ti, mirë po, ka munguar kontributi i Tash Greenit, 0 pikë të ti, e vjedh topin atje, Skyler Flayton deporton dhe ngulit për 66-70, time-out kërkon Igor Jovovici. Megjithatë, adhurues të basketbollit, Alan Herndon, i cili ka të lashe, luajti vetëm 5 minuta, realizoi 2 pikë, në anën tjetër Tash Green, edhe pse i pati 4 kërcime, mirë po, asnjë pikë Tash Greenit për 22 minuta loj, shumë dopt, edhe plus mungesa e përmenda parës Dardan Berishës, kapitenit, Arti Hajdarit, Zavens kapitenit dhe Jordan Johnsonit, për Pejen, për Go Plus Pejen, kishte do me thënje të mungesës 45 pikëve, mirë po kjo në asnjë mënyrë nuk e zbe mbrojtjen e jashtëzakonshme të cilën e luajti Bashkimi sonte, bëri presion të hatashëm duke detyruar Go Plus Pejen që të humbë 15 topa, në anën tjetër vetëm 8 i ka humbur Bashkimi, ka dominuar në brendi me 40 pikë, sikurse në ndeshjen e parë, 40 pikë në trapez, në zonën e ngjyrosur, vetëm 22 të Go Plus Pejes, ka dominuar edhe në kërcime, sidomos në sulm, edhe rastet e dyta të përsëritura pas kërcimeve në sulm, dhe kjo definitivisht është edhe arsyeja pse po udhëheq vazhdimisht Bashkimi. Chris Cross atje, tetëshe e pasimit, i vetmuar Lejson Zeqiri për shorterin, edhe 4 sekonda. Me tabel, me shumë fat, Shannon Shorter, 12 pikë të ti, 12 i ka dhe Armstedi, 6 pikë, Mala për Edwardsin, i cili ndalet në mësit të palejuar nga Dequan Lake, dhe tani kemi edhe një petard atje, cila në shashtrisi të gjithve, i shoj krejt në këm. Kemi hyrë në minutin, 2 minutat e fundit, andaj e kjo petarde më shumë e ka dekoncentruar Edwardsin, se sa që ka arritur të bëjt diçka. 1 minutë e 22, deri në fund 66-72, realizon gjuajtjen e lirë për 67-72, edhe 1 minutë e 15 sekonda loj, dhe adhurues të basketbollit, lirisht mund të themi se Bashkimi është gjysmë finalisti i tret, Tash Green për Fatlim Shoshajn, i cili tenton dalet në mënyrë të palior nga Cousins. Dërgohet Zeqiri, edhe një petarde atje e cila kërcet Fatin Shoshaj i sakt nga tentimi i tij, por (69-72), më pak se një
72, edhe një petarde e cila pëlset. Kemi në 2 minutat e fundit, andaj referët nuk po e ndërprejnë lojën. Fauli Musab Malës. E tani hidhen edhe fishek zjarre në fush dhe ndërpritet loja. Referët vendosin që të ndalin lojën. Dhe tani kemi edhe pakënaqësi të publikut me touchgreenin atje. Protesta dhe janë të pakënaqur edhe me lojtarët e tyre dhe janë duke hedhur gjësende. Proteste edhe ndaj lojtarëve të tyre. Ja tani gjuajnë fishek zjarre edhe në drejtimin e lojtarëve të tyre. Dhe tymizi skena të pahishme adhurues të basketbollit, mëkat, protesta të mëdha të publikut. Protesta ndaj kryesisë dhe vazhdimisht hedhje të fishek zjarreve, ndërsa kanë mbetur edhe 43 sekonda deri në fund. Duart trokitet Musab Mala dhe Shëndrit Llapi për lojën të cilin e kanë bërë, të pakënaqur me lojën e touchgreenit dhe ato 0 pik të protestuan, hedhen fishek zjarre, pati edhe petarde. E tani nuk ka kushte për të vazhduar. Tymi është i madh në palestër, nësa ka mbetur edhe 43 sekonda loj. Me të vërtet skena të turshme. Në anën tjetër në Prishtinë 64 me 68 për vllaznimin, 4 pike përsi, ndërsa kanë mbetur edhe 2 minuta 10 sekonda loj. Të shohim, me të vërtet ka shumë tym këtu dhe do të jetë pa mundur që të vazhdoj kjo ndeshje edhe për një kohë të caktuar. Duhet ajroset palestra, zbrazet salla natyrisht, duhet të boshatiset plotësisht për shkak të këtij incidenti. Çka t'ju themi adhurues të basketbollit kur krejt po i shihni? Atë pakënaqur me eliminimin e skuadrës së tyre Go Plus Pejës. Tifozët filluan fillimisht që të hedhin petarde, të cilat eksploduan 3-4 herë, më pas edhe flakadanët të cilët
e përhapën Tymi në palestër, i cili po e pamundson vazhdimin e lojës, ndërsa pati edhe protesta atje direkt ndaj kryesisë së klubit, por edhe ndaj lojtarëve, në rastin konkret ndaj Tash Greenit, me cilin patën edhe një duel verbal atje. Disa prej shikuesve dhe tifozëve protestuan për mos angazhimin e tij, në fund gjatë daljes për në zhveshtore, megjithatë duart trokitën Musab Malën dhe Shëndrit Lapin, dy lojtarët vendor për kontributin e tyre. Sidoqoftë, një hije e keqe e kësaj ndeshje, e cila ishte e fortë, ishte edhe dramatike, në fund erdhi rezultati deri në 70-72, kur kishin mbetur edhe 43 sekonda lojë. Pas 3 gjuajtjeve të lira të realizuara nga Fatin Shoshaj.
po. Rri me lalisi ti. Rri me lalisi ti qatu. Vesh mos ta vje dikush. Po, hajde, një stacion. Po,
Adhurues basketbollit, rikthehemi përsëri për këto 43 sekonda lojë. Janë marrë vesh të dy ekipet që kjo ndeshje të përfundon me mirë kuptim që mos të zgjatet edhe pse kushtet janë minimale, ka tym, mirë po kanë vendosur që ta kryen lojën. Falli Tash Greenit, 40 sekonda deri në fund, 70-72. Ja njeva për Armstedin, faul i Malës për Armstedin. Do të ketë dy zhuajtje të lira. Herën e parë huq. Në anën tjetër, adhurues të basketbollit, duhet thënë vllazimi pas një qereku të katërt fantastik, e mposhti Prishtinën 28-15 në qerekun e katërt, kam poshtur Prishtinën 74-69, mirë po fal kosh averazhit më të mirë në ndeshjen e parë atje. Prishtina shkon në gjysmë finale dhe sipas gjitha gjasave do të takohet me Bashkimin 70-73 këtu. Bën pressing atje skuadra e Go plus PS deri në fund Armstedi. Po kemi pak mjegull edhe të lashëm e po, por loja po vazhdon, duhet të përfundoj. Edhe përshëndeten atje Shorter me trenerin Miločić. Përshëndeten edhe dy trenerët. Ka përfunduar loja 70-73, Bashkimi kualifikohet në gjysmën finale. Në anën tjetër edhe Prishtina përkundër Disfatës 69-74 dhe Prishtina Bashkimi e në anën tjetër Trepça me Borën janë gjysmë finalist, ndërsa ne duhet ta shplajmërojmë këtu transmetimin pasi që sonte pra e kemi Europa dhe Conference Ligën dhe ndeshjet të cilat e vazhdojnë këtë mbrëmje në Art Motion. Nga unë Agon Femiu, kaq për sonte, natën e mirë.